A ta shohim se qa mundet me ndosët? Shkojmë. Sot ju duhet me marë shansën. Qëfar do që ju afrohet, që ata që e njiva ma shumëti është që në punë, dikush ka me afru dishka, qëfar do që tjetë, edhe ju duhet me marë qatë shansën. Mos me menu 2 herë, 3 herë, 4 herë, me analizu, veç mere shansën se ka me dalë mirë. Këtu për juve e njiva që dikush do ju afron një femën, mundet me qenë një shoqe, mundet me qenë e dashura juj, gruaja juj, do afrohet një diçka edhe ka me dhënë një farë lajmi që do ju gëzon shumë. Për juve e ndjiva që do vjen një mashkull edhe do flet për një person tjetër, edhe do t'ja shëndron mendimi që ke pas për atë personin, po ata gjërat që i ndin nuk janë plotësisht të vërteta. Edhe përfundimisht është në pyetje një provokim që do bëhet ndaj teje. Ata që jam të një ma shumëti është që mundet me qenë një mashkull që mundohet me ju provoku. Po ju në këtë rast, në që se doni me përfitu, në që se doni me dalë fitore, duhet me qenë emocionalisht super i fuqishëm edhe i qetë.